Falënderimet qofshin për Allahun, një vetëm dhe i pashoj paqja, mirësia dhe begatitë të madhit Allah, qofshin mbi vullën e profetëve Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbarët ato të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit, ku elusim madhruarin Allah të na bëjë prej tyre. Nderuar vëllezër, çdo javë, inshallah, prezantohemi nga një figurë të re, nga një emër të ri, prej kolozëve të mëdhenj të cilët kontribuan në këtë fe, të cilët derdhën mund, e sakrifikuan çdo gjë të shtrenjtë që patën, vetëm për zbatimin e fesë së Allahut subhanahu wa taala. Sonte do të ndalemi me një emër shumë të veçantë, i vetmi njeri ose i vetmi shok i pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili është përmendur në Kur'anin famlar me emër. Kemi të bëjmë vetëm me një person që përmendet me emër. Në sahabët e profetit alayhi salatu wassalam, dietarët kanë thënë që janë dy. I pari është personazhi jon, ndërsa i dyti është profeti Isa alayhi salam. Fakti që zbret në fundin e kohës, një nga shenjat e mëdha të Kiametit, dhe duke qenë se është takuar me dërguarin e Zotit, ka pas për tyre që e kanë klasifikuar si sahab. Po faktikisht grada e profecisë është mbi gradën e sahab. Ndaj është i vetmi i cili përmendet në Kur'anin famlar. Emri i tij është Zeid ibn Haritha. Bismillah. Alhamdulillah. Zeid ibn Haritha, që do t'i thonë më vonë edhe Zeidi i biri Muhammedit, vjen nga zona e Taj. Zona e Taj është sot në Yemen, nga Jemeni. Nga njeri i fisshëm, mirëpo arabët, nderuarit e mi, kishin një, po nuk patë fe, do të thonë njeriu që s'ka fe prit gjithçka prej tij. Problemi është kur njeriu ka fe dhe bën të këqija. Sa çfarë ti thosh? Kur njeriu është i pabes ndërkohë që ka fe, që është në kundërshtim me fenë e tij. Po kur nuk ke fe dhe bën pabesi, jo është i justifikuar, po pritet diçka e tillë prej tij se njeriu pa fe është. Ndaj dhe arabët, domethënë, kishin luftra pafund, grabitje pafund, sulme pafund, ku të mundnin. Nuk kishin punë tjetër, fiset e forta, fiset më të organizuara, fiset më të mobilizuara, sulmonin ku të mundnin, grabitnin ku të mundnin, si rasti në fjalë ku Zeidi, pra ajo që përshkruhet, domethënë është që Zeidi shkon me të ëmën e tij tek dajallarët. E keni parasysh që kur shkon gruaja në fis, domethënë shkon për të marrë çikat e lirinë e vet, se kush zume ka qenë ke shtëpia e burrit. Faktikisht që shtëpia e burrit e herzoi. Mirë po, ti jesh i parë, do të thotë që të kesh sakrificat shumëta. E kur shkon në fis, ke rob të vet, sigur lirohet. E në ato fëmijë, domethënë, i lëshon, duket më e sigurt, më e qetë. Kështu ndodhi dhe me nënën e Zeidit. E la, thot atë Zeidit, me lozë me fëmijë, domethënë me shku vërdal, kur jam mësyu një fis, dhe sulmuan këtë grupin e fëmijëve që po loznin, ndërta ishte dhe Zeid ibn Haritha. Dhe i vodhën fëmijët sepse i shisnin, sepse nëse pyet dikush domethënë çidon, i shisnin. I shisnin si sklever, si shërbëtor pra të ardhshëm. Zeidi aso kohë ishte 8, 10, maksimumi 12 vjeç. Dhe këtu nis rrugtimi i tij. Por ajo që duhet të ketë parasysh muslimani është se kur Zoti ja do të mirën dikujt në mesin e asaj fatkeqësie dhe të keqje në të cilën ai është ndodhet dhe përjeton, aty del e mira. Ndaj dijeni të nderuarit e mi se sprova dhe e keqja në të cilën mund të jesh e ka të mirën brenda, por ti duro. Se do ta shohësh domethënë të mirën e saj në të ardhmen. E morën dhe e shesin Zeidin, dhe fati i mirë për Zeidin, risku i Allahut do të ishte që Zeidi, përfundimi i tij, sepse nuk dim se ku mund të jetë shit Zeidi para kësaj. E morën dhe e shitën Zeidin derisa arriti në tregjet e Mekës.
Në tregjet e Mekës, Mekka kishte një 2 tregje kryesore, ndërto Suku Uqad, ku kishte tregti të ndryshme, ndërto ishte edhe një pjesë që shitenin njerëzit, rryna Zot. O Allah mundso me pa gjëra të tilla. Zonja e nderuar Hatixha radhiyallahu anha ishte në prag të martese me të dërguarin e Zotit. Ndaj i kërkon djalit vllajt të saj, sahabiut të ardhshëm, sahabiut nderuar Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, dhe i thot: "Duhet të mblesh një shërbëtor." Dhe shkon Hakim ibn Hizam dhe ai që i pëlqen ishte Zeidi. E blen Zeidin, ja çon hallës tij dhe halla e tij ja bën dhurat bashkëshortit të ardhshëm. Bashkëshortit të saj, jo bashkëshortit të ardhshëm, por bashkëshortit të saj. Këtu kuptojmë një diçka, domethënë, në ndërtimin e jetës, si burri, si gruaja, po deshën ta forcojnë atë marrëdhënien e tyre, duhet i bëjnë dhurata njëri tjetrit. Pra nuk është e kushzuar kjo me burrin, që shpesh domethënë vetëm burri duhet të bëjë dhurata. Si burri, si gruaja, i bëjnë dhurata njëri tjetrit që Zoti i shtojë afërmitetin dhe dashurinë. Ndaj dhe profeti alayhis salam ka thënë: "Tahadu tahabbu." Dhuroni mes njëri tjetrit, pra këmbeni dhurata ose dhurojini njëri tjetrit, t'ju shtojë Zoti dashurinë, të duheni. Kjo në përgjithësi, por dhe në jetën bashkëshortore në veçantë. Pra këtë kuptojmë ne fillimisht nga kjo. Profeti alayhis salam u lidh shumë me Zeidin, pra hyri shumë zemër Zeidi. Zeidi ishte më i vogël se profeti alayhis salam vetëm 10 vite. Pra nëse themi që në moshën që u martua i dërguari i Zotit ishte 25 vjeç, Zeidi i binte që në atë kohë ishte 15 vjeç, pra derisa ka përfunduar në tregjet e Mekës. Kaluan kohë dhe vjen një ditë e bukur ku një fqinj i tij, domethënë nga zona Taj e Yemenit, e sheh dhe lajmëron të atin, i ati i tij s'kish lënë vend pa e kërku. Pra e dinte shumë mirë që djali është shit. Mirë po më kot, nuk ish arritur ta gjende. I thot dikush, thot, më duket se kam pa, thot, djalin tënd, e kam pa, thot, Mekë. Nëna i kish vdek. Thot, në madje, thot, e kam pa ke filani, ja thonë emrit njërit Muhammed, dhe më thonë e mante afër vazhdimisht, që do që e kishte shërptor. Niset Haritha ibn Shurahil bashkë me të vllain dhe shkon në Mekë. Pyet se ku e ka shtëpinë Muhamedi dhe orientojnë, i tregojnë se ku e ka shtëpinë profeti alayhis salam. Shkon tek profeti, shikoni se si e ka nis. Ka thënë, gjyshi jot ka qenë i pari i Mekës. Fisi jot është fisi që ka drejtu Mekën. Jeni njohur për fisnikëri, jeni njohur për bujari, jeni njohur për dashamirësi me të tjerët, e prisni mirë mikun, nuk e ktheni bosh personi i cili ka një kërkesë, një lutje nga ty. Thot profeti alayhis salam do të flit. Do të thonë gjithë këto e ke parasysh që kur kërkon diçka për dikujt ti do i përdorësh këto fjalë të mira, se s'ke për të futur direkt në temë. I thot profeti alayhis salam flit. Aman, thot, lutem, mos më kthy një kërkesë mbrapsht. Çfarë është ajo, i thot profeti alayhis salam? Thot, tek ty gjendet i mbir, për kam dëgjuar se tek ty gjendet i mbir Zeidi. Të paguaj, domethënë, sa dushti, vetëm ma kthe djalin. Por nuk është faj jot, ti e ke blej, po ma kthe djalin. Nëse është ashtu, thot profeti alayhis salam, jo vetëm që do të ta kthej, nuk bëhet fjalë. Po ke për ta marrë, domethënë, falas komplet. Ama tha unë, një person që gjendet tek unë do ta vënë zgjedhje. Ai do të zgjedh. E thret Zeidin dhe kur e sheh, domethënë Zeidi sheh babain, sheh edhe xhaxhain e tij. I thot Zeidi, do Zeida i njeh këta dy, të kishin kaluar vite. Patjetër i thot Zeidi radhiyallahu anhu, ky është babai im, ky është xhaxhai im. Alhamdulillah u gëzu. Thot babai dhe xhaxhai yt kanë ardhur me të kthy në vendlindjen tënde. Dhe unë u thash të Zeid që nëse ti zgjedh, pra nëse ti zgjedh shkosh, je i lirë.
Por nëse ti zgjedh të rish këtu ke unë, nuk i lej, domethënë nuk e lejoj diçka të tillë. Pra je i lirë tek unë. I thot Zeidi o bab dhe o ti e xhai. Ta keni njoft se ç'burr është, ç'njeri është ky këtu, do bëni zgjedhjen që do bëj unë. Ndaj unë zgjedh të rri me të. Profeti alayhis salam akoma nuk është profet në këto çaste, kuptohemi drejt. Akoma nuk është profet. Po si mendoni, domethënë se kur u bë profet, u ndryshun gjërat, ndryshoi komplet ai si njeri, pa i kishte ato cilësi, nga pas gjatë gjithë jetës tij. Ndaj dhe kur u bë profet zonja e nderuar Hatixhe radhiyallahu anha, çfarë i pati thënë? I pati thënë mos u tremb o Muhammed se ti mikun e respekton. Nevojtarit nuk ja kthen shpinën, sillesh mirë me njerëzit, i ndihmon sa mundesh, kështu që Zoti s'ka për të lënë mbal ty. Pra këtë cilësi ai i kishte. Thot kështu që bab thot unë zgjedh thot të rri me Muhammedin. I thot babai i tij thot a zgjedh të rrish rob dhe sklav, ndërkohë që unë kam ardhur domethënë me të kthy në vendlindje që ti je i lirë. Po thot baba. Çfarë ndodh tani? Ndodh ajo që do të qetësonte babain, po ishte e papritur për gjithë. E merr profeti alayhis salam për krahu Zeidin dhe del në Qabe. Harrova po përmend një detaj, ndoshta do e trajtoj, ndoshta jo, jetën e Hakim ibn Hizam. Hakim ibn Hizam, që do të jetë sahabin të ardhmen, pra nipi i Hatixhes, është ndër të vetmit njerëz që ka lind në Qabe mrena. Ka lind brenda në Qabe. Pra ka shku për vizitë, e oma ka qenë shtatzon, thuhet që ka shku duke pastruar në Qabe, i kanë ardhur dhimbjet e lindjes dhe aty e ka lind Hakim ibn Hizamin. Nga njerëzit e vetëm që ka lind domethënë në Qabe. Rëndësishme. E merr për krahu profeti alayhis salam Zeidin, del në Qabe aty dhe thot o ju që më dëgjoni dhe që jeni prezent. Mbani vesh e dëgjoni. Zeid ibn Haritha, pra ky që deri tani ka qenë robi im, dhe thuhet që profeti alayhis salam e ka pasliruar kohë më parë se sa kjo. Nga ky çast e adaptoi, domethënë i jap atësinë time është i mbir. Tani e tutje do t'i thuhet Zeidi i biri i Muhamedit, më trashëgon dhe e trashëgoj. Pra edhe nëse do të vdes, kur të vdes nesër, më trashëgon si fëmijët e mi, por edhe nëse ky do vdes para meje, unë do e trashëgoj siç mund të trashëgoj mos na sprovo Zot baba fëmijë. Aty u qetësui ati. Ky ishte ishte veprim normal që ndodhte në atë kohë, madje ka dhe sahabë të tjerë të profetit alayhis salam që e kanë bërë një veprim të tillë, ishte më së normale kjo për arabët, ama ishte ndër fisnikëritë më të mëdha. Ishte fisnikëri e madhe që të bëjë këtë veprim. Vazhdon jetën e tij Zeidi derisa vjen çasti i profecisë. Në çastin e profecisë, diskutimet e dietarëve të Islamit janë që Zeid ibn Haritha është i pari njeri i cili ka pranuar Islamin. Ndërsa po i rëndisim ashtu siç shkojnë alternativat ose opsionet e shumë prej tyre, ku thonë i pari njeri që ka pranuar Islamin është Hatixhe radhiyallahu anha. I pari burr është Abu Bekri radhiyallahu anhu, i pari fëmijë është Aliu radhiyallahu anhu, dhe i pari rob sklav apo njeri i cili vinte nga skllavëria është Zeid ibn Thabit. Por që këto janë katër të parët që janë bërë musliman po. Të katër këta janë që e kanë pranuar Islamin të parët. Pra Zeidi është figura e tretë që thotë që nga katër të parët na ka ngel zonja e nderuar Hatixha radhiyallahu anha pa u nderu për të folë për to, po do i spostojmë pak gratë sepse do nisim të rëndisim fillimisht të përgëzuarat me xhenet, pra do i kushtojmë pjesë të veçantë vetëm tyre, fillimisht po merren me burrat. Dhe Zeidi pra ishte ndër ata i cili nuk hezitoi për të pranuar Islamin. Ai kishte jetuar me të dërguarin e Zotit alayhis salam. Jetoi me të gjitha sprovat, përjetoi të gjitha sprovat si i dërguari i Zotit, nuk e la asnjë ditë, nuk u largua asnjë ditë prej tij.
Madje edhe në udhëtimin kemi përmendur më parë që profeti alayhis salam vjen një çast që u thon drejt qytetit të Taif për të përcjell thirrjen islame, por në të njëjtën kohë për të marrë edhe një garanci ose një vend të dytë se ku mund ta ushtrojë misionin e tij i sigurt. Aty ka qenë dhe Zeidi radiallahu anhu, ka qenë vazhdimisht me të dërguarin e Zotit. Emigron drejt Medinës. Në Medinë nis jeta për Zeid ibn Thabit si kushdo tjetër, me vështirësi normalisht, me vështirësi. Mirë po, jemi në një çast ku Zeid ibn Thabit gëzon një vlerësim aq të madh nga i dërguari i Zotit, sa i dërguari i Zotit, domethënë në të vërtetë nuk e ndan si një fëmijë të tij dhe e marton Zeidin. E marton me zonjën e nderuar Zeynep binti Jahsh, që në të ardhmen do të jetë grua e profetit alayhis salam. Do ta përmendim domethënë edhe arsyen se pse. Zeynepja ishte kurejshite dhe ishte grad mbi Zeidin normalisht. Pse po e përmend këtë? Po deshe që të jetojsh në harmoni, një nga shkaqet që të jetosh në harmoni me bashkëshortën tënde, duhet të jesh mirë, është të jesh nivel më lart social dhe shoqëror se nga ajo. Po të paktën mos jesh poshtë, se kjo ndikon të ardhmen. Kjo vlen për të rit, po. Se që janë thënë si puna ime, ju shihuni pasyr. Po për ju të rit, domethënë, është që mos, domethënë për momentin njeriu mund të ketë një admirim ose mund të ketë një simpati për dikë, e thushë, s'ka problem se nuk na hyn punë këto. Po dalin mrapa. Se në fillim nuk të dalin mrapa. Ajo mund të jetë mësuar për 7 palqeve në shtëpia babzat. Vjen ke ty aty. Pra, atje ke shtëpia mund të ketë me shërbëtor. Vjen ke ty aty ose do të bëhesh ti shërbëtor, të lajsh të pastrosh ashtu siç mund të jetë mësuar, e të gatush. Se nuk ke ç'bën, se ke shkuar ti, ke kërkuar ti në atë formë. Ndaj për të pas domethënë një harmoni, një vazhdimsi në këtë harmoni në jetës bashkëshortore, duhet të ruajtur edhe çështja e nivelit. Duhet të ruajtur kjo gjë, duhet të respektuar, sepse në shumtën e rasteve ndikon negativisht. Kështu ndikoi edhe në jetën e Zeidit. Profeti alayhis salam e martoi si djalin e vet. Pavarësisht se i thoshin Zeidi i biri Muhamedit, po domethënë në përditshmën dishin që nuk është Zeidi i biri Muhamedit. Thoshin a ka bë për sevap. E ka bë për sevap Muhamedi. Dhe erdhi çasti. Shkonte Zeidi dhe ankohej tek pejgamberi alayhis salam në mënyrë të vazhdueshme për Zeynepën. Sepse e injoronte pak a shumë Zeynepin. Ishte stres më i lartë, valla, nuk e ç'a ti bësh. Për si imagjino domethënë që më thon her pa buks, fjalë bie. Nuk është se i tha Zeidit, po domethënë ç'e ti thush? S'ke as çfarë më i thoni. Se dashuria domethënë nuk është se vazhdon gjatë. Pastaj kthehesh në normalitet. Ndaj edhe Zoti xhel xhelalu kur ka folur domethënë për një lidhje të suksesshme, çfarë thot? Mawaddatan wa rahma. Dashuri dhe mëshirë. Kur kalon mëshirë? Në fazën e pleqenisë. Nuk ka më interes. Aty pastaj kalon mëshirë, me mëshiru njëri tjetrin. Pra dashuria kalon në një fazë tjetër që quhet domethënë faza e mëshirës me njëri tjetrin. Dhe shkonte Zeidi tek pejgamberi alayhis salam ankohej në mënyrë të vazhdueshme, por më kot. Profeti alayhis salam i thonte që duro Zeid, bë durim. Kur i thon kështu e kanë grad. Mirë, po Allahu xhel xelalu do të shpall Kur'an. Dhe do të thotë wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawja. E kur ti i thua atij të cilin e ka begatuar Allahu, por dhe ti domethënë je prej atyre që i ke bërë mirë atij, pra Zeidit, ishte sjell në mënyrë perfekte. Maje gruan, pra mos e lësho, sepse Zeidi shkonte tash që i dërguami i Zotit t'i japin fund kësaj lidhje, se nuk, domethënë nuk shkurtohet ti atë vllai im,
gërr gjithë jetën, nuk shkohet. Provohet, testohet za jo. A nuk ec? Po nuk është funi i dynjas. S'ka qenë për ty ose s'keni qenë për të, nuk do të thotë se duhet me qenë të këqij dy veta që duhet më nda. Por mund të jenë të dy të mirë, është mundësia të jenë të dy të mirë, edhe s'nodha si gjë, domethënë. Thjesht janë për njëri tjetrin, domethënë, s'ka asgjë të keqe. Dikur një person kishte probleme me gruan e vet. Edhe e pyetsin shokët e miq, domethënë që gjithë e dinin, në kupton që ato s'shkonin mirë. Edhe e pyesin siç e kanë njerëzit. Po çfarë problemesh ke? O gruaja ime, o neri im, o shtëpia ime. Gruan time, shtëpinë time, nerin tim, e diu. S'kam dalë në pazar me qit mohabetet me ty. Mos i farkohet të kundan. Kur u ndan, siç e kanë njerëzit. Po ç'patët ju? Ju qet mirë. Si u shkoi ky mohabet, ç'e patë, ç'e boni, ç'e s'boni? S'dëgjova. Është goca filonit. S'm lejohet me fol për dynjan. Kur ishte gruaja ime nuk flisja për të, se s'm lejonte me fol. E kur u kthy ke shtëpia babës vet o goca filonit, nuk lejohet me fol për të. Pra ky është njeriu i cili e kupton se çfarë do thotë jeta në të vërtetë. Jeta në të vërtetë do të thonë ka disa norma të cilat duhen respektuar. Dhe nuk është kush duhet më armiqsu tani gjithë jetën, duhet më armiqsu dy fise, mos më fol të dy fiset me njëri tjetrin se janë nda këto dy. Po më le të ndahen. Nuk o funi dynjas me vllaz. Nuk është gjë e mirë, nuk është, po ja që ndodh. Atë ndodh ty domethënë që më bë aksident, e don njëri aksidentin, po ja që ndodh. Ndodh dhe çfarë të bëjmë? Si të sillemi me këtë marrëdhënien, jo si të thellojmë hendegjet. Kështu që profeti alayhis salam i thonte emsik alejke zawja, dhe Zoti xhelalu domethënë maje gruan. Wattaqillah, dhe veten e para përgjithësisë i thotë ki frikë Allahun. Maje gruan ki frikë Allahun. Allahu xhelalu wa tukhfi i drejtohet dhe i thotë dhe ti fsheh fi nafsika ma Allahu mubdi. Dhe ti fshen veten tënde atë që Allahu ka për ta shfaq. Pra din shumë mirë që Allahu ka për ta shfaq, ti e fshe. Pra pse i thu maje? Wa takhsha an-nas, dhe i friksohesh njerëzve, domethënë me këtë veprim që bën. Wallahu ahaqqu an takhsha. Zoti është më meritor që ti friksohesh atij. Pra ti e din që Zoti e ka bën nasip, e ka bën kismet, të ka urdhëruar që ti ke për të martuar me Zejnebën. Pse e vono kodët mohabet? Ky është qëllimi. Se kush ishte halli? Halli ishte se Zeidi i thoshin i biri Muhamedit, pra merret nusja e çunit? Merret nusja e çunit për grup. Mirë pa Allahu xhelalu, kjo është arsyeja. Ud'uhum li abaihim. Thritini tani e tutje thot në emër të baballarëve të tyre. Pra e ka anullu adaptimin të cilin e bënin njerëzit dhe u thot një herë për gjithmonë se deri në kiamet nuk lejohet adaptimin islam. Është ligj i panjohur. Ti mund të marrësh një jetim, ta rrisësh, ta edukojsh, ta martojsh, po jo se të bëhet çuni joti nuk duhet që të japsh atësinë. Mund të respektoj, të doj gjithë jetën, me patjetër. As të keqe nuk ka. Shpërblimin e ke marrë. Atësinë nuk ja jep dot. Ashtu i ka zgjedhur Allahu gjona, ashtu domethënë i ka caktuar i madhnueshmi Allah. Dhe Zoti domethënë i drejtohet Muhamedit alayhis salam dhe i thotë, pse e fsheh ato që Allahu ka për të nxjerrë në pa, duke ju friksuar njerëzve, domethënë fjalët e njerëzve, reagimet e njerëzve, wallahu ahaqqu an takhsha. Ndërkohë që Allahu është më meritor që ti të friksohesh atij. Falamma qada Zaidun, ja tani i vetmi person nga sahabët që përmendet në Kur'an me emër, e kur Zeidi, domethënë, e përfundoi martesën me të, zawwajnakaha, ne ta martuam ty atë Zejneben. Dhe Zejnebja i krenohej shemrave të saja, pra shemra quhet gruaja me të cilën ndan të njëjtin burr. Ky është termi shqip.
I krenohej atyre dhe thonte juve ju kanë martu baballarët e nënët e juaj, ndërsa mua më ka martu Allahu mbi 7 palqije. Shpallje prej Allahut. Dhe kur ai Zeidi domethënë përfundoi këtë martesën e tij, ne ta martuam ty atë, likej la yakuna 'ala al-mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim. Në mënyrë që tani e tutja ata besimtarët të mos kenë probleme kur të martohen me kë, me nuset e të birësuarve tyre, sepse tham nuk është djali jot ai. Ti je përkujdesur për të. Allahu do shpërblet shumë mirë. Po djali jot nuk është. Wa kana amrullahi maf'ula, dhe patjetër që do të realizohet domethënë urdhni i Allahut. Dakor. Imagjinoni ndërumit e mi se çfarë pozite të vështirë ishte profeti alayhis salam që ta bënte këtë vepër. Dashurinë që ka pas profeti alayhis salam për Zeidin, dietarët kanë një diskutim shumë të bukur dhe thonë, a ka dash profeti nga shokët e tij njëri më shumë se sa ka dash Zeidin? Aq dashuri të madhe ka pas për ta. A ka dash njëri sa ka dash Zeidin? A e dini të ndërumit e mi se ata ka quajtur hibbu rasulillah, ose njihej domethënë Ahmed Kalaja na ka futi term, domethënë zoti i shpërblet, na ka shkurtuar sa gjona Habib. Habib do thotë i dashur, po më e thon në shqip, o i dashuri ti nglo keq. Dhe i Habibi jon ka futi term, ka futi term Habib, janë do të gjithë si Habib, kush ka Habib. Hibbu rasulillah, i dashmi i dërguimit të Zotit. Domethënë ka qenë personi që profeti alayhis salam ka pas dashuri ekstreme për Zeidin. Nuk ka tregu të tillë dashuri për shokët e tjerë, siç ka tregu për Zeid ibn Haritha. Dhe ishte shumë e vështirë. Por akoma më e vështirë ishte një faktor tjetër. Zeidi do të shkojë me kërku dorën e Zeinebës për pejgamberin alayhis salam. Këte a ka tru me konceptu. Këte si t'ja bëjmë. Dhe ka shku, thot Zeidi, kur ka shku këtë Zeinebja, i ka kthyr shpinën, dhe i ka thonë oj Zeinebe, pejgamberi alayhis salam kërkon dorën tënde. Këtu ka tregu, domethënë me këtë veprim, ka dash t'i tregoj munafikëve, se për ne është bo kjo, hipokritëve, që feja qëndron mbi gjithçka. Feja qëndron mbi të gjitha praktikat që ne mund të kemi, mbi të gjitha pretendimet e llafet që mund të qarkullojnë lart e poshtë. Dhe është martuar profeti alayhis salam me Zeineben, ndërkohë që ka vazhduar jeta e tyre shumë normalisht. Shumë normalisht. Madje zonja e nderuar Aisha radhiyallahu anha është një moshë me djalin e Zeidit, Usama ibn Zeid, i dashmit pejgamberit. Sahabët kur do ishin ndonjë gjë prej pejgamberit alayhis salam dhe ishin të ndrojtur, pra kishin frikë se nuk do të reagojë mirë, kë fusnin mik Usama ibn Zeid. Usama ibn Zeid ishte njeriu i cili e merrte guximin t'i fliste pejgamberit apo t'i kërkonte, pasi Zeidi, siç do ta marrim vesh, domethënë ka ra dëshmor në vitin e 8 të Hijretit, pra ku profeti alayhis salam ka jetuar rreth 3 vite të tjera pas tij, dhe duke ndruar jetë, domethënë, kur donin diçka, dërgonin Usama ibn Zeid, se nuk ja kthente Usamës, domethënë, nuk ja kthente dëshirat ose kërkesat e tij. Zeid ibn Thabit ka qenë ndryshe edhe komandanti i ushtrive. Ai ka drejtuar në kohën e pejgamberit alayhis salam plot 7 seraja ose 7 betejë. Në çdo betejë që e ka dërguar pejgamberi alayhis salam, pra ku ka marrë pjesë kur s'ka qenë i dërguar i Zotit, ai ka qenë komandant i ushtrisë ose komandant i çetës. Dhe ka pas raste kur nuk ka marrë pjesë në betejë që ka shku pejgamberi, ka qenë zëvendës i pejgamberit në Medinë. Pra imagjinoni se çfarë gëzonte ai tek i dërguari i Zotit. Dhe profeti alayhis salam kur ka folur për dashurinë për Zeidin, kur e ka emëruar Usama ibn Zeid si komandant
që do të drejtonte ushtrit në drejtim të Shamit, pati prej tyre që folën, sepse Usame ishte i ri, shumë i ri. Maksimumi domethënë ka qenë 18 vjeç, maksimumi. Aty kishte domethënë njerëz me shumë eksperiencë. Dhe kur folën, thot profeti alayhi salatu wassalam, in tat'anu fi imarati, nëse ju flisni për prijësinë e tij, i bën që të flisni për prijësinë e babait të tij më parë. Për të flisni edhe për qenit e Zeidit komandant. Pra nuk ju lejohet të flisni, ky është qëllimi. Është i krym ky muhabet. Në vitin e 8 të Hijretit, të nderuarit e mi, vjen dhe çasti që Zeid ibn Haritha i jep fund një herë për gjithmonë jetës së kësaj bote, kalimtares, për shku tek Allahu subhanahu wa taala, ku Zoti është i kënaqur prej tij dhe i shkon si i kënaqur tek Allahu. Profeti alayhi salatu wasalam drejton një ushtri prej 3000 vetash në atë që njihet ndryshe si lufta e Mu'tes, do ta flasim në jetën e profetit alayhi salam nëse Zoti do të na japë jetë, ku një ushtri muslimanësh prej 3000 vetash do të përballen me 200.000 nga ushtria kundërshtare dhe komandant në këtë i pari do të jetë Zeid ibn Haritha, i dyti djali i Xhais së pejgamberit alayhi salatu wasalam Ja'far ibn Abi Talib dhe i treti Abdullah ibn Rawaha. Profeti që i shoqëron deri në dalje të Medinës jep porositë e fundit të tij duke thënë, e nëse vritet Zeidi, pra kryer Zeidi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pra ta dish subhanallah se përfundimisht je të shku me vdek. Nëse vritet Zeidi, le ta marrë flamurin Ja'far at-Tayyar, Ja'far ibn Abi Talib vllai i Aliut. Nëse vritet Ja'fari, le ta marrë Abdullah ibn Rawaha, e nëse vritet dhe Abdullah ibn Rawaha, zgjedh një të parë. Sahabët kanë thënë, të gjithë e kuptuan se këta të tre do të vriten, dhe ata vetë e kuptuan se këta të tre do bien dëshmorë, domethënë në këtë betejë. Zeidi ra dëshmor në të betejë duke u vrarë me hesht, ndërsa profeti alayhi salatu wassalam i cili përcillte lajmin e rënies së tij dëshmor në Medinë, thotë syti lotonin qante pafund, dhe kur shkoi për të dhënë lajmin tek shtëpia e tij, tek shoqja e tij, i doli përpara vajza. Zeidi ka pas 3 fëmijë në jetën e tij, ka pas Zeidin i cili ka vdekë, që është e vërteta, pa të vuajtur emrin e vet, Usama ibn Zeid dhe ka pas dhe një vajzë. Usama ibn Zeid dhe vajza kanë jetuar dhe ka qenë i martuar domethënë me zonjën e cila e ka prit pejgamberin kur ka lindur. Pra ka qenë diferencë moshë me Zeidin, por prej tij ka qenë Usama ibn Zeid. Zeidi për nga krijimi Allahu xhallal xhelalu ka pas krijuar të bardhë, ndërsa Usama ibn Zeid ka qenë i zi. Kishte ngjarë domethënë nga nana dhe ka një fragment shumë të bukur në jetën e tyre ku kanë qenë duke fletë gjumë të dy, të mulum, që për kishin dalë vetëm kamët. Pra ky ishte bardhosh, ky ishte i zi, s'ka asnjë të keqe, Zot na zbardh zemrat. O Zot na zbardh zemrat. Dhe i ka pa thot një person që merri domethënë me hulumtimin e njerëzve, me krahasimin e njerëzve. Ka pa kamët, ai nuk e ka ditë se kush janë. Ka thonë, këto që e kanë babë birë. Këto që e kanë babë birë. Është gëzu pejgamberi alayhis salam domethënë, sepse njerëzit kur i shifshin thonë, e ke parasysh e ka prej ty në Zot na ruaj që i japin llapës. Nuk o çuni vet. Mu'ayman ka qenë nëna e tij, Zoti i mëshiroj, Zoti qoftë i kënaqur për saj. Nuk o çuni vet ky. I thotë ja ishte si tha thotë ai thotë që i njohti domethënë ka komë, do t'i dalloj nga komë, tha, këto që e kanë babë birë. Pa e ditë që kush janë. Dhe siç e përmenda pak më parë, Usama ibn Zeid domethënë ka qenë moshatar me ishën dhe ai shumë ka pas respekt dhe dashni pejgamberi alayhis salam për të, sa thuhet domethënë që një ditë për ditësh ishin dalë qurrët Usama ibn Zeid dhe ka shkuar ishën moshatar, ka shkuar me jafshi, thotë ka ndalu pejgamberi ja ka fshi vetë. Kishte dashuri të papame për Zeidin dhe për Usama ibn Zeid e për familjen e tyre. Dhe kur ka shku, i ka dalë goca vogël duke qenë thotë, ndërkohë që pejgamberi ka qenë akoma dhe më shumë, si fëmijë. I ka thonë një prej shokëve, i ka thonë, o i dërguar i Zotit edhe ti, ka thonë po sjava për Zeidin, për këtë do të qaj.
po nuk qava për Zeidin, për këtë do të qaj? Shkon tek Zoti si dëshmor Zeid ibn Haritha, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i fliste të pranishme dhe u thonte: kërkoni falje për Zeidin, se ai ka shku tek Zoti, jo ka shku, ai ka nxitu për tek Zoti. Domethënë ka shku më shpejt për tek Allahu. Thot pash thot në ëndër, thot pejgamberi alayhis salam, pash domethënë se u futa në xhennet dhe pash aty një shërbëtore. I thashë kujt je ti? Tha unë jam me Zeid ibn Haritha. Pra dëshmi për pejgamberit alayhis salam se Zeid ibn Haritha është prej xhenetlive. Ne me të vërtetë që kemi folur domethënë që 10 janë të përgëzuarit me xhennet, po një hadith. Ndërsa nga profeti alayhis salam do vreni që janë shumë të përgëzuarit me xhennet. Edhe sahabët e pejgamberit alayhis salam kanë pas një konsiderat jashtëzakonisht të madhe për Zeidin. Madje unë më parë kam përmendur se si Umeri radhiyallahu anhu kur ndante të ardhurat, domethënë në një shtet të ardhurat janë për popullin. Menaxhusi, domethënë që është i pari i shtetit, thjesht duhet mbaj drejtësi në mënyrën se si i menaxhon dhe i ndan ato. Domethënë mos t'i kaloj ke xhepat e vet, ky është halli. Po ti çoj atje ku për çu. Dhe menaxhusi domethënë që ishte Umeri në rastin konkret, thot i bën një vlerësim Zeidit maksimal, sa thot Abdullah ibn Umeri i biri, thot baba im thot në një nga këto raste domethënë i dha Usama ibn Zeid shumë më shumë se ç'm kishte dhënë mua dhe i thash o bab, po mu, jo lakmia o vëllezërit e mi, kuptoni drejt. Nuk lakmonin sahabët për dynjallikër, jo. Po i bënte përshtypje që për shembull pse i dha këtij më shumë? Për çfarë ka ky? Emër bir tha. Po pse baba jot si baba këtij është? Po baba këtij ka qenë i dashur i pejgamberit. Pra dashkë ti domethënë të barazoj ty unë me atë. Po baba këtij ka qenë i dashur i pejgamberit. Normalisht do i jap domethënë do e privilegjoj unë atë. U largu nga kjo botë kalimtare për shku për tek shpërblimi i Allahut me veprën më të dashur tek Zoti, siç është domethënë të qenë dëshmor me kokën lart në rrugt të Allahut, duke mos i kthyr shpinën dhe duke mos u friksuar, duke mos u tristu, jetoj i ndershëm, jetoj me devotshmëri, u largu i ndershëm, u largu me devotshmëri, ku e lutim Zotin xhelel xhelal, Zot na bashkon me të gjithë sahabët në shoqërinë e profetit alayhis salam xhenetet e larta në xhenetet e Firdaus. Mos na leo Zot gjunaf pa na fal, lutje pa na pranu, hall pa na zgjidh, breng pa na largu. Të lutem ty mëdhnueshmi Allah për gjithë pranishmit, Zot i jipu nga madhnia jote atë që të kërkojnë, mos i kthe Zot duart tona bosh, ndihmoj muslimanët tanë mban botës kudo që ata janë, kudo që ata ndodhen, na vllazëro me njëri tjetrin dhe mbill në zemrat tona dashurinë për njëri tjetrin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.